Statuti i Partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Kreu 2. Antarësia. Kriteret e antarësimit. Antarësia në parti është e hapur për shtetasit që kanë mbushur moshën 16 vjeç, janë dakord dhe respektojnë programin dhe statutin e partisë, nuk janë antarë të ndonjë partie apo lëvizjeje tjetër. Antarët e partisë duhet të regjistrohen në degët vendore të saj. Është i vlefshëm regjistrimi vetëm në një degë vendore. Pasi ka depozituar kërkesën me shkrim për të bërë antar partie, shtetasi pranohet në parti me vendim të Këshillit Vendor të partisë. Antari i ri depoziton kuotën e antarësimit. Të drejtat dhe detyrimet. Antari i partisë ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e strukturave organizative të partisë, të zgjedhë dhe të zgjidhet në strukturat organizative të partisë, të paraqesë ide, ankesa dhe komente në të gjitha nivelet e partisë dhe të njoftohet për zgjidhjet e tyre, të informohet rregullisht mbi rezolutat e miratuara dhe çdo çështje politike, organizative dhe çështje të tjera të partisë, të mbrojë dhe të promovojë mendimet e tij dhe t'ia paraqesë ato për vendimmarrje strukturave të zgjedhura të partisë, të paraqesë ankim pranë Komisionit të Disiplinës në rast mosmarrveshjesh, të verë në dukje të metat në aktivitetet dhe funksionimin e partisë dhe të propozoj alternativa për ndreqjet e tyre. Antari i partisë është i detyruar të bashkëpunojë për përmbushjen e objektivave të partisë dhe për promovimin e programit të saj, të zbatojë rezolutat dhe vendimet e strukturave të partisë, të respektojë statutin dhe të promovojë parimet dhe objektivat e programit të partisë, të paguajë rregullisht shumën e caktuar të kuotës së antarësisë, të njoftojë menjëherë strukturat vendore me ndryshimet në të dhënat personale të regjistruara në regjistrat e antarësisë. Përfundimi i antarësisë. Antarësia përfundon në rastet e mëposhtme, nëse nuk paguhet kuota e antarësisë për një periudhë 2 vjeçare, kur antari bashkohet me një parti apo lëvizje tjetër politike, kur antari humbet zotësinë për të vepruar, kur antari jep dorëheqje me shkrim nga antarësia, kur antari përjashtohet nga partia me vendim të Komisionit të Disiplinës për shkelje të rënda të detyrimeve të përcaktuara në rregulloren e brendshme të partisë. Këshilli Vendor i partisë deklaron të pavlefshme antarësinë në parti të kujtdo që deklaron të dhëna të reme për antarësimin. Në rast deklarimit të pavlefshëm të antarësisë, rifutja në parti mund kryhet vetëm pasi të ketë kaluar një vit nga momenti kur antarësia është deklaruar e pavlefshme. Përjashtimi nga partia. Antari mund të përjashtohet nga partia para arsyeve të mëposhtme. Mos respektim të dispozitave të statutit dhe rregullores së brendshme të partisë. Mos zbatim të vendimeve të strukturave të partisë. Në rast se antari kryen veprime, të cilat bien në kundërshtim me interesat dhe vlerat e partisë. Komisioni i Disiplinës vendos përjashtimin e antarit me një shumicë të votave të antarëve. Antari njoftohet me shkrim për vendimin e përjashtimit nga partia. Në vendim përcaktohen arsyet e përjashtimit. Antari për të cilin është marrë vendimi i përjashtimit ka të drejtë të paraqesë sekretarit të përgjithshëm për vendimet e tij brenda 15 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit. Kufizime në të drejtën për të zgjedhur. Drejtuesit vendor mundet të mbajnë në të njëjtën kohë funksione drejtimi në nivel qendror.